Mospasja e djersës, ose prodhimi jashtëzakonisht i ulët i saj, është një fenomen që mund të duket i parëndësishëm në pamje të parë, por në realitet përfaqëson një nga çrregullimet më delikate të termoregulimit njerëzor. Djersa është mekanizmi kryesor përmes të cilit trupi çliron nxehtësinë e tepërt dhe ruan ekuilibrin e tij të brendshëm. Kur ky mekanizëm nuk funksionon, organizmi humbet aftësinë për të ftohur veten në mënyrë efektive, duke e bërë individin të ndjeshëm ndaj mbinxehjes, stresit termik dhe komplikacioneve potencialisht të rrezikshme për jetën. Për të kuptuar pse disa njerëz nuk djersiten fare, kërkohet një analizë thellë strukturave të lëkurës, e sistemit nervor autonom dhe proceseve fiziologjike që kontrollojnë këtë funksion thelbësor. Djersa prodhohet nga gjëndrat ekrine, të cilat janë të shpërndara në mënyrë të gjerë në lëkurën e trupit dhe aktivizohen nga sinjalet që jep hipotalamusi, termostati qendror i organizmit. Në kushte të zakonshme, kur temperatura e brendshme e trupit rritet, hipotalamusi dërgon impulse nervore drejt këtyre gjendrave, duke i stimuluar ato të prodhojnë djers. Kjo djers avullon nga sipërfaqja e lëkurës, duke marrë me veten nxehtësinë dhe duke ulur temperaturën e trupit. Por kur gjëndrat nuk ekzistojnë, janë të dëmtuara, ose kur sinjali nervon nuk arrin deri tek ato, djersa nuk prodhohet, fenomeni i njohur si anhidroz ose mungesë djersitjeje. Në shumicën e rasteve, anhidroza zhvillohet për shkak të një problemi qendror ose periferik në sistemin nervor autonom. Ky sistem kontrollon funksione të pavullnetshme si rrafjet e zemrës, frymëmarrja dhe djersitja. Çdo ndërprerje në këtë rrjet mund të bllokojë komunikimin midis trurit dhe gjendrave djersitëse. Në individ me neuropati periferike, siç ndodh tek ata me diabet të avancuar, konsum kronik të alkoolit, mungesë të vitaminave ose dëmtime të nervave, impulset që duhet të aktivizonin djersitjen nuk transmetohen më. Kjo ndërprerje sinjalit shkakton mungesë djersitjeje, sidomos në duar, këmbë dhe në zona të tjera periferike të trupit. Megjithatë, në disa individ, problemi nuk është neurologjik, por struktural. Ka persona që lindin me numër të reduktuar të gjendrave djersitëse ose pa to fare. Kjo ndodh në çrregullime të rralla gjenetike, si displasia ektodermale, ku lëkura, flokët, dhëmbet dhe gjëndrat nuk zhvillohen normalisht. Këta individ kanë vështirësi të mëdha në rregullimin e temperaturës së trupit, sidomos gjatë muajve të verës ose gjatë aktiviteteve fizike. Fëmijët me këtë gjendje janë të rrezikuar në mënyrë të veçantë, pasi organizmi i tyre nuk ka mekanizma alternativ të zhvilluar për të përballuar nxehtësinë dhe shpesh kërkojnë vëmendje të menjëhershme për të shmangur mbinxehjen. Gjëndra djersitëse mund të dëmtohen gjithashtu nga sëmundje autoimune, nga infeksione të rënda të lëkurës, nga djegjet ose nga reaksione dermatologjike që shkaktojnë inflamacion të zgjatur. Kur lëkura përson dëmtime të tilla, kanalet e vogla nga të cilat del djersa mund të bllokohen ose shkatërohen. Në raste të tjera, barnat luajnë një rol kritik. Medikamentet me efekte antikolinergjike, të përdorura për alergji, depresion, overaktivitet të fshikëzës urinare ose çrregullime gastrointestinale pengojnë neurotransmetuesin acetilkolin, i cili është thelbësor për aktivizimin e gjendrave djersitëse. Për individët që i përdorin këto medikamente, djersitja mund të reduktohet në mënyrë drastike deri në pikën që bëhet e papërfillshme. Zakonisht, kur trupi nuk djersit, problemi parë fiziologjik që shfaqet është mbinxehja. Në ambiente të nxehta, veçanërisht kur temperatura e ajrit është e lartë ose lagështia është e madhe, trupi ka pak mënyra të tjera për të çliruar nxehtësinë. Mekanizma si rrezatimi dhe konduksioni bëhen më pak efikas. Pa djers, temperatura e trupit rritet shpejt, shpesh brenda pak minutash. Kjo rritje e temperaturës i vendos organet e brendshme në stres të madh fiziologjik. Qelizat e zemrës dhe të trurit janë jashtëzakonisht të ndjeshme ndaj ndryshimeve të temperaturës dhe një rritje prej vetëm pak gradësh mund të komprometojë funksionet e tyre. Kur temperatura e brendshme e trupit kalon 40 gradë Celsius, fillon një proces i rrezikshëm i njohur si goditje nga nxehtësia, heat stroke. Në këtë gjendje, sistemi nervor qendror fillon të dështojë. Individët mund të përjetojnë konfuzion, dobësi të jashtëzakonshme, marramendje të thellë, të folur të paqartë ose humbje të vetdijes. Termoregullimi praktikisht ndalon së funksionuari. Mungesa e djersitjese në këtë fazë nuk është më vetëm simptom, por pjesë e problemit që përshpejton dështimin e trupit për të ulur temperaturën. Nëse nuk ndërhyhet shpejt, kjo gjendje mund të jetë fatale. Në individët që nuk djersitin, shfaqen gjithashtu simptoma të tjera paralajmëruese.
Lëkura bëhet e thatë dhe nxehtë, fytyra shpesh skuqet nga vazodilatacioni i tepërt, frymëmarrja bëhet e shpejtë si përpjekje për të hequr nxehtësinë përmes mushkërive dhe pulsi ngrihet ndjeshëm. Sistemi kardiovaskular punon me ritëm të lartë për të shpërndarë nxehtësinë në sipërfaqen e trupit, por pa mekanizmin e djersitjes, efekti është minimal. Kjo mbi ngarkesë e zemrës mund të jetë veçanërisht rrezikshme për individët me sëmundje koronare, hipertension ose insuficiencë kardiake. Shumë njerëz nuk e kuptojnë menjëherë që nuk djersitin. Në kushte të zakonshme, ndryshimet mund të kalojnë pa u vënë re, sidomos në ambiente me klimë të freskët ose kur individi nuk ka aktivitet fizik. Vetëm kur personi ekspozohet ndaj nxehtësisë intensive ose ushtron aktivitet fizik, problemi bëhet i dukshëm. Shpesh, simptomat si marramendja, rrahjet e shpejta të zemrës ose ndjenja e të fiktit i atribuohen lodhjes, stresit ose dehidratimit, duke bërë që mospasja e djersës të mos konsiderohet si shkaku kryesor. Në disa raste, mungesa e djersitjes nuk është totale, por zonale. Kjo gjendje quhet anhidrozë segmentare, ku disa zona të trupit nuk djersitin, ndërsa zona të tjera kompensojnë me djersitje të tepërt. Për shembull, një individ mund të mos djersisë në gjoks dhe bark, por të djersisë tepër në fytyrë dhe sqeta. Edhe pse duket më pak e rrezikshme, ky lloj çrregullimi krijon një shpërndarje jo efikase të djersës, që nuk arrin të ulë temperaturën e trupit në mënyrë të barabartë. Në situata të nxehta, kjo mund të jetë po aq e rrezikshme sa mospasja totale e djersës. Ekzistojnë edhe raste ku mospasja e djersës është e përkohshme. Infeksionet akute virale, reaksionet alergjike të lëkurës, rënja e niveleve të natriumit në gjak, si dhe djegjet nga dielli, mund të shkaktojnë çrregullime pasuese të djersitjes. Në këto raste, gjëndra djersitëse janë të bllokuara ose të irrituara, por zakonisht rikuperohen pasi shkaku të jetë eliminuar. Megjithatë, kur mospasja e djersës bëhet kronike, kërkohet vlerësimi specializuar mjekësor. Pyetja më e rëndësishme është: a është e rrezikshme të mos djersitesh fare? Përgjigja, në termat fiziologjik, është po. Djersa është thelbësore për mbijetesë, sidomos në klimë të nxehtë. Individët që nuk djersitin kanë tolerancë të kufizuar termike dhe janë në rrezik të madh për çrregullime të mbinxehjes. Edhe temperaturat mesatare mund të jenë sfiduese për ta, dhe aktivitetet e zakonshme të përditshme, si ecja në diell, ushtrimet fizike, qëndrimi në ambiente të ngarkuara ose udhëtimet në mjedise të nxehta, mund të krijojnë rrezik të madh. Strategjitë për mbrojtjen e individëve me mungesë djersitjeje përfshin freskimin e vazhdueshëm të trupit. Hidratimi i bollshëm është esencial, edhe pse vetëm uji nuk mjafton për të ulur temperaturën pa mekanizmin e djersës. Përdorimi i ventilatorëve, qëndrimi në hije, shmangja e ekspozimit ndaj diellit në orët e nxehta dhe përdorimi i rrobave të lehta përmirësojnë ndjeshëm tolerancën. Paketat e akullit, peshqirët e lagur me ujë të ftohtë dhe zhytja e duarve ose këmbëve në ujë të ftohtë mund të ulin me efikasitet temperaturën e brendshme. Për fëmijët me çrregullime gjenetike që prekin djersitjen, mbikëqyrja është e domosdoshme gjatë gjithë kohës. Nëse mospasja e djersës është e re, e papritur, e pashpjegueshme, ose shoqëruar me simptoma si marramendje, rrahjet e shpejta të zemrës, dobësi të skajshme ose nxehtësi të tepruar të trupit, vlerësimi mjekësor është urgjent. Teste diagnostikuese mund të përfshin vlerësimin e funksionit të sistemit nervor autonom, testimin e djersitjes me metoda të specializuara, analizë të gjakut, biopsi të lëkurës dhe imazherinë neurologjike. Në përfundim, mungesa e djersitjes nuk është thjesht një veçori e trupit, por një çrregullim që prek një nga mekanizmat më vital të mbijetesës njerëzore. Djersa është armatura e parë mbrojtëse kundër nxehtësisë dhe kur kjo armaturë mungon, trupi mbetet i pambrojtur ndaj stresit termik. Të kuptuarit e këtij fenomeni dhe marrja e masave të duhura është thelbësore për sigurinë, shëndetin dhe mirëqenien e individëve që preken nga kjo gjendje.